Pasuria personale e mbretit Charles ka parë një rritje të konsiderueshme duke u rritur me 30 milion pound në 640 milion pound gjatë vitit të kaluar. Pasuria e tij tani përputhet me atë të kombinuar të ish-kryeministit Rishi Sunak dhe gruas së tij, Akshata Marti. Kjo rritje pasurisë e vendos monarkun në vendin e 238 në listën e 350 individëve dhe familjeve më të pasura të Mbretërisë së Bashkuar, një rritje dukshme nga pozicioni i tij 258 një vit më parë. Llogaritjet e Rich List tregojnë se pasuria e mbretit tani te kalonat të David dhe Victoria Beckham e vlerësuar në 500 milion pound. Pasuria e shtuar e monarkut 76 vjeçar i atribuohet kryesisht portofolit të investimeve të trashëguara nga nëna e tij e ndirë mbretëresha Elizabeth II. Ky portofol përfshin pronat private në Norfolk dhe Aberdeenshire, të dyja që më parë i përkisnin mbretëreshës, të cilat tani kontribuojnë në zotërimet e konsiderueshme financiare të mbretit. The Sunday Times përfshin vetëm pasurinë personale kur vlerëson pa atë të sovranit. Kjo nuk përfshin pasurinë e kurorës, e cila regjistroi fitime të larta fal marrëveshjeve të parqeve me erë, pasurinë e dukatit të Lancaster, as gjavahiret të kurorës që mbahen në besim nga mbreti për kombin. Pasuria e mbretëreshës së ndjerë u tha të ishte 370 milion pound në vitin 2022, me Charles që tani vlerësohet të ketë një vlerë prej 270 milion pound më shumë se nëna e tij, duke u rritur nga 610 milion në 640 milion pound në vitin 2025. Pasuria personale e Rishi Sunak dhe gruas së tij ra me 11 milion pound, nga 651 në 640 milion, që kur u largua nga Downing Street, ish-kryeministri ka marrë një rol me kohë të pjesshme në Universitetin Stanford dhe është regjistruar në Washington Speakers Bureau dhe çifti themeloi një organizatë bamirësie në Mbretërinë e Bashkuar. Si princi Walesit, Charles merrte të ardhura private prej rreth 23 milion pound në vit nga dukati Cornwallit. Ato u përdorën pjesërisht për shpenzime jo zyrtare për veten dhe familjen e tij dhe për koston zyrtare të stafit personal, zyrës së tij dhe rezidencave zyrtare.